Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi një takim me ekspert të Komisionit Venecias për të rikthyer vëmendjen tek problematika e zgjedhjeve parlamentare të një viti më parë. Delegacioni i Komisionit Venecias po takon të gjithë përfaqësuesit e forcave politike për të diskutuar në lidhje me projektligjin për financimin e partive. Ndaj biseda u fokusua tek burimet e parave të cilat përdorin forcat politike në Shqipëri. Lideri i opozitës Berisha u përcolli ekspertëve shqetësimin për pabarazin mes mazhorancës dhe opozitës, duke pretenduar se Partia Socialiste shfrytëzon në fushat elektorale buxhetin e shtetit. Diferenca e financimit me parat e buxhetit midis dy forcave kryesore politike shkon nga 700 në 1000 herë. Konkretisht, partia në pushtet organizoi në kohën e ndaluar nga ligji 4530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, siç ishte Giro d'Italia një ditë para zgjedhjeve. Berisha premtoi se çdo rekomandimi i Komisionit Venecias dhe Odirit për projektligjin për financimin e partive do zbatohet nga opozita. E për herë të parë, Berisha deklaroi se është gati të bisedojë për depolitizimin e komisioneve zgjedhore. Ky problem është i negociueshëm, do negociohet, mbasi vetë OSBE Odir ka meritën e veçantë të stigmatizojë jo terroriste, por aty afër rrafshin politik për zgjedhjet patronazhiste. Në raport me reformën elektorale, Berisha foli për nevojën e miratimit parashikimeve ligjore që çojnë në anullimin e zgjedhjeve, kur procesi ka probleme. Ajo që ne mendojmë se është e domosdoshme, klauzolat e anullimit të zgjedhjeve. Ekspertët e Komisionit Venecias ndodhen në Tiranë për të dëgjuar të gjitha palët në lidhje me draftin e ri për financimin e partive, e do të publikojnë opinionin e tyre në mesin e muajit qershor. Për këtë draft kanë sjell opinione edhe ekspertët e Odirit dhe më pas do të jetë Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili mbi rekomandimet e tyre do të bëjë ndryshimet finale në ligj.